Faqja e Na ishte dikur sjell një opinion që tregon ndryshimin midis të dua dhe të dashuroj. Të dashuroj, i thot princi i vogël, edhe unë të dua, i thot trëndafili. Atëherë princi i vogël i thot dhe shpjegon kështu. Nuk është e njëjta gjë. Të duash do të thot të bësh tënde diçka apo dikë. Do të thot të kërkosh të tjerëve atë që përmbush nevojat e tua personale, nevojë materiale, ndjesie, shoqërimi e tjerë. Të duash do të thot ta shtiesh në dorë atë që nuk të përket ty. Do të thot të zotërosh ose të dëshirosh diçka që të mungon. Të duash do të thot të pasionohesh apo të jepesh pas gjërave dhe njerëzve nga nevoja. Në këtë rast, nuk ka marrëdhënie të barabartë. Ka thjesht një lloj vuajtjeje, vetëm nga njëra palë, sepse e mira që duam nuk na korespondon dhe ne ndjehemi të zhgënjur. Nëse dua dikë, do të thotë që shpresoj, që pres diçka. Nëse personi tjetër nuk më jep atë që pres, unë vuaj. Problemi është se ekziston një mundësi e madhe që personi tjetër të ketë motive të tjera, pasi që të gjithë jemi shumë të ndryshëm. Çdo qenie njerëzore është një univers. Të duash do të thotë të dëshirosh më të mirën për tjetrin, edhe kur ke motive shumë të ndryshme. Të duash do të thotë që unë dua të jesh i lumtur, edhe kur rruga jote është e ndryshme nga e imja. Ndërsa të dashurosh është një ndjenje fuqishme, është ndjenja më e bukur dhe më e mirë, që lind nga thellësia e zemrës, nga shpirti, duke i krijuar vetes një shkallë të lartë njerëzore. Dashuria nuk lind nga nevoja, as nga interesi. Në këtë kuptim, ajo nuk do të shkaktoj kur vuajtje. Ajo mund të jetë një lloj dhimbje e ëmbël, e përzier me gëzim, kënaqësi, por kurse vuajtje e mirëfillt. Kur një person thot se ka vuajtur nga dashuria, në të vërtetë, ai ka vuajtur nga dëshira, jo nga dashuria. Njeriu vuan kur i pëlqen diçka dhe do ta ketë patjetër, pra për interes. Nëse dashuron vërtet dikë, nuk mund të vuash, sepse nuk ke pret asgjë nga tjetri. Në dashuri nuk ekziston interesi. Kur dashurojmë, e japim veten pa kërkuar asgjë në këmbim. Ndjejmë gëzim të thjeshtë dhe të pastër për t'u dorëzuar. Por gjithashtu, është e vërtetë se ky dorëzim, kjo dhënje vetmohuese, ndodh vetëm në njohje. Ne mund të dashurojmë vetëm atë që njohim, sepse të dashurosh do të thotë të hidhesh në boshllëk, t'ia besosh dikujt jetën dhe shpirtin tënd, dhe shpirti nuk kompensohet. Dhe që unë të njoh veten, është saktësisht të njoh ty, gëzimet e tua, paqen tënde, por edhe zemërimin tënd, betejat e tua, gabimet e tua. Sepse dashuria e ka përcen zemërimin, betejën, gabimin, dhe nuk është vetëm për momentet e gëzimit. Dashuri do të thotë besim i plot, se çfarëdo që të ndodh, nuk tërhiqesh nga sjellja. Je i vendosur, jo nga ndonjë interes egoist, por nga që e je dorëzuar ndjenjës, je në një shoqëri të heshtur, të përjetshme. Të dashurosh do të thotë të jesh vetëdijeshëm, se nuk të ndryshon dot as stuhia, as dimri, as gjë. Të dashurosh do të thotë t'i japësh tjetrit një vend në zemrën tënde, qoftë si baba, si nën, si vlla, si bir, si njeri, dhe të jesh i sigurt se edhe në zemrën e atij tjetrit ka një vend për ty. Dhënia e dashurisë nuk e shter dashurinë, përkundrazi, ajo e shton atë. Të dashurosh do të thotë të hapësh zemrën për të dhënë dashuri, por edhe për të marrë dashuri. Tani e kuptova, i thot trëndafili. Dashuria nuk kuptohet, ajo jetohet, i thot së fundmi princi i vogël. Anonime, në shqip nga Bajram Karaboli. Për më shumë video të tilla, abonohuni në kanalin ton Na ishte dikur.